Përshëndetje, unë jam avokate Revgjej Tola, jam mbrojtëse e viktimës akuzuese, megjithatë sot flas dhe në cilësinë e një gruaje dhe të një nëne. Arsyeja pse sot kam vendosur të jap këtë deklaratë është sepse në një afat shumë të shkurtër kohor kemi marrë disa denoncime të tjera, të cilat datojnë kjo ngjarje që të datojnë rreth 33 vite më parë dhe i fundit një vit më parë për të njëjtat raste abuzimi që doktori në fjalë ka bërë me vajza dhe gra të tjera. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën dhe akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalor dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë, megjithatë unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë. Mendoj se tani është momenti i duhur që drejtësia e re të reagojë dhe të jap përmes forcës së shembullit mënyrën se si këta abuzues, manjak, pedofil nuk duhet dhe nuk mund të shkelin më mbi gjakun e fëmijëve tanë. Uroj që të reagojë sa më shpejt drejtësia, pasi deri tani nuk kemi marrë asnjë informacion as ato që ligjërisht i takojnë avokatëve mbrojtës. Ne jemi një ekip prej 3 avokatësh që po asistojmë viktimën abuzuese. Jemi të gatshëm të asistojmë të gjitha denoncimet e tjera që do të vinë dhe unë ju bëj thirrje grave dhe vajzave të vinë dhe të denoncojnë, të ngrejnë zërin për ngjarje që mund të kenë ndodhur. Dhe vetë ekipi ynë do t'i asistojë këto njerëz, këto vajza, këto gra, duke garantuar një mbrojtje efektive dhe anonimat të plotë. Le të dalë e gjithë kjo situatë, duhet të nxjerrë në drejtësi dhe përpara drejtësisë mënyrën se si duhet të trajtohet nga tani e tutje abuzimi dhe ngacmimi seksual.